orë. Shumica e zeqatit do dhonë me deve, me lop, me dele, me ari, e kështu me radhë, por se sot gjërat kanë ndruhe. Mirë pa ajo e cila ka met, do më dhëmë prej kurseve në dësat matët, pasuria është ari dhe argjendi, sidomos ari. Pra ari është parja me qëndrushme sot në botë, dhe me ta matët vlera e të tjerave. Andaj me këta e matë, qka do të që pasuri që kije? Pasuria që i mërin 85 gram ari, 85 gram ari, 24 karat. Qa do më do 24 karat? Pastër. Ska në ta, nga se ari ka nivele. Ka shumë karat. Karat do më do nivelli i qmimi qka e ka, i pastërtis qka e ka. A është komplet ari, apo është në gjizë me diçka tjetër. Dhe këta e din altangjit dhe ata që miren me ari. Qka na intereson neve? Zdo zëngin i cili e shikon parën e vetë, 85 gram ari, 24 karat, sa bojnë? Kaç pare? E këshirë parën e vetë, grumli parës vetë, a e mërin që ata po, pia saj doze, për pjetë, qka është jepët zeqat? Nëse inë ma poshtë, nëse i ka 80 gram, s'ka zeqat. Nëse i ka 80 gram, nuk ka zeqat. Andaj kusht i zeqati qka është të amrije 85 gram ari, nga ari ma i pasët se në i thojnë sot 24 karat. Gjithashtu zeqat jepët edhe nga i cili ka toka. Toka e cila jep fryte, jep të mbjellura, tje e korrata, të cilët djetarë kanë thanë, për afërsisht nëse i mrin dikun 653 kg. Pra kur ta matësh krejt që ka të kamet prej frytit, nëse tjetë 650 diçka kilogram pastër, prej tokës tane, jashtë ta gjetheve, jashtë ta drumeve, veç ajo që ka përdorët, pem qof, perime qof, drithra qofshin, ato duhet me udhanë zeqat. Ato duhet me udhanë prej tëre zeqat. Gjithashtu prej lopëve jepët zeqat, prej deveve jepët zeqat, prej deleve jepët zeqat. Në gjdo 40 dele jepët një dele. Në gjdo 40 dele jepët një dele. 39 dhe jesin zënginit. Ama zëngini e thot, ama qatë njëshin kush e merë? Kjo është insani. 39 jale Allahu, a i thot, ama që ajo delja tjetër. Nuk jemi aty tani. Gjithashtu prej